vllazërinë midis shqiptarëve dhe feve të ndryshme, si e keni përjetuar në kohrat e mëparshme? Pushtetarët sot bashkëjetesën shqiptare e përdorin si argument për të arritur synimet e veta, me të cilën unë nuk jam i një mendje me këta. Po them vetëm kaq për qytetin e Shijakut. Kosta ishte Kovaç, punonte me një musliman. Dhe kur vinte Ramazani, ai nuk pinte duhan para muslimanit. Vinte dreka, hikte, shkonte hante drekë në shtëpi. Madje, edhe rakixhit, kështu po e quaj alkoolistët, kur vinte muaj madhnushëm Ramazan, e ndenin rakin edhe nxirrnin nga shtëpia, e linin jashtë. Është haram. Edhe nuk e pranon në shtëpi gjatë ditë muajit Ramazanit. Pastaj mas varovit fillonin papa të vetën, po e kishin atë respektin, pavarësisht respekt primitiv ndoshta, po ishte domethënës, unë po them Kosta, edhe të tjerët 5 familjet ortodokse që kanë qenë në Shijak, na respektonin, i respektonin gjithë muslimanët.